Flasim edhe një çështje fort aktuale. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tash sa herë refuzon që t'i përgjigjet një thirrje për të marrë në pyetje nga gjykata për në një rast të caktuar që po hetohet. Rezervat shtetërore është. Do thotë është për çështjen e rezervave shtetërore. Qysh e keni pa ju krejt këtë ikje, këto ecejake të kryeministrit në detyrë, i cili thotë se jo duhet të shkojnë ta marrin në pyetje në zyrë, pastaj nuk e paguan atë 250 euroshin si dënim i vockël për mos paraqitje në gjykatë? Shikoni, ligji ka ndërtu mekanizmat që i pamundson obstruksionet e çdo kujt që është i përfshim në proces penal. Domethënë, nuk përjashton mundësitë që subjektet ndryshëm në proces penal të bëjnë obstruksione, po ligji thash ka ndërtu mekanizmat që i pamundson. Që do të thotë, edhe dëshmitari dhe i pandeuni duhet i përgjigjen ftesës së prokurisë, ose gjykatës. Pa marrë parasysh pozitën e tij. Shikoni, vetëm dhe po i thamë një gjë, nuk përjashton as president, as kryeministër, as ministër, dhe të gjitha ata duhet të nënshtrohen urdhrit edhe kërkesat të gjykatës. Ligji thash ka ndërtu mekanizma, atje një mundësi që të pamundsoj obstruksionet. Nuk vjen, dënohet me xhob me kërkesë të prokurorit. Duhet prokurori ta adresojë kërkesën në gjykatë, për faktin se prokurori nuk mund të shqiptojë dënime, derisa çështjen e tij me po flas. Dhe nëse eventualisht edhe kjo nuk ka efekt, prokurori duhet kërkojë që sillet me detyrim. Edhe me detyrim nuk sillen sipas kodit procedurës penale, vetëm pjesëtarët e forcës sigurisë dhe policia, gardianët. Të gjithë të tjerët pa përjashtim mund sillen edhe me detyrim me dhunë.